Dështimet për konstituimin e kuvendit kanë arritur sot shifrën e 30. Kanë kaluar tashmë 4 muaj që nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Për herë të 22, sot Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar përfaqësuesit e tyre për krijimin e komisionit për votim të fshehtë, i cili do të shqyrtonte kandidaturën e Albulena Haxhiut nga vetëvendosje për kryetare të kuvendit. Kjo pasi Haxhiu nuk arriti të sigurojë 61 votat e nevojshme në votimin e hapur në tentimet e para. E ardhja në kuvend tashmë është bërë e tepërt edhe për vetë deputetët, ku njëri nga ata, deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Nejt Hasani, është shprehur sot se zgjidhja më e mirë do të ishte të mos vijmë më fare në kuvend. Më mirë është mos me ardhë fare. Unë i kom thënë në të vinë veç kryetarët e partive dhe në përfaqësojnë. Cili është arsyeja më na mundu, unë edhe më ardhë. Duhet më ardhë pi për zënit, më ardhë këtu, me nguat refrenin për 30 herë dhe me dalë. Kjo është e dëmshme në raportin e marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat po kalon Kosova. Përkundër përsëritjes së vazhdueshme të kërkesës që të dilet nga bllokada institucionale nga presidentja Vjosa Osmani, ndërkombëtarët e shoqëria civile, përsëri deputetët nuk po e zgjidhin këtë ngërç. Seanca e radhës është thirrur më 13 qershor në orën 11.